Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohet arsyeja pse Gjesti nuk donte ta takonte Eglin në varrimin e të vëllait. Dje ka qenë një ditë të zije për komplet Shqipërinë, duke qenë se shumica e personazheve të njohur janë mbledhur për varrimin e vëllait të Gjestit, i cili humbi jetën në mënyrë tragjike në moshë shumë të re, vetëm 15 vjeçare, në një aksident me motor. Në varrimin që u mbajt dje, u përfshin shumë personazhe të njohur, ndërto edhe Egli Tako, e cila ka qenë ish-partnerja e Gjestit për aq kohë sa ata ishin në shtëpinë e famshme. Ajo që u vure dhe u diskutua tej mase në rrjet ka qenë pikërisht mënyra e injorimit dhe e mos disponimit nga ana e Gjestit për të përqafuar Eglin, e cila afrohet drejt tij. Stepja e tij e parë pas ka pasur një domethënie, duke qenë se burimet afër tyre bëjnë me dije që të dy nuk janë ndarë në mënyrën më të mirë të mundshme. Madje thuhet se kanë pasur konflikte mes njëri tjetrit dhe Gjesti as nuk e priste fare praninë e Eglit në varrimin e vëllait të tij. Konfliktet sigurisht kanë vijuar në tonet e njëjta që ata kanë pasur dhe në dinamikën e njëjtë që kishin brenda shtëpisë së famshme.